Ta tregoj kështu. A ka mujt LDK-ja më javon 15 nënshkrime zonjës Osmani. E me thonë, se çaja na kish tregu shumë. Përbes është edhe më shme kur folet me kaq lehtësi edhe për grupin tjetër, se nuk e di se fjala publike ka peshë, nuk e di se si flasin. Po me që po flasin vetvendosje me kaq lehtësi, pe marrë tash edhe unë guximin me që më përballen me këtë deklarat. Ne s'kemi përjashtuar asnjë emër gjatë diskutimeve dhe nënshkrimet janë 15. Domethënë, ne kemi qenë të gatshëm ti ofrojmë nënshkrimet tona për një emër që del nga një marrëveshje politike ose që është konsensuale. Domethënë, i kemi shpjeguar mënyrën se si mund të vim deri tek përkrahja e ndonjë kandidati për president. A janë me qëtë 15 që edhe Hikmete Bajrami edhe Abdullah Huti? Jo, vetëm një sekond. Por në LDK nuk kemi diskutuar asnjë emër, sepse nuk kemi ardhur në atë pikë. Nuk ka pasur një prezantim të një emri zyrtar në të cilin kemi ardhur në përfundim që duhet ta përkrahim. Pyetja ka qenë për Vjosa Osmani. Nuk ka qenë diskutim sepse ata që e kanë pasur numrat, ata që e kanë pasur shumicën dhe mundësinë për të kandiduar, nuk e kanë kandidatuar zonjën Osmani. Ne kemi pas veç 15 nënshkrime. A i keni pas qëto 15 nënshkrime për Vjosa Osmanin? 15 nënshkrime. A i keni pas për Vjosa Osmanin? Me 15 nënshkrime nuk mund ta kandidosh askë. Nuk mund të bësh një kandidatur zyrtare sepse i ki edhe 15 të tjera. Ata që i kanë pas shumicën, nuk e kanë kandiduar zonjën Osmani dhe për këtë nuk ka qenë kandidatur as e diskutuar në radhët e tona partijake. Kështu që, do me thënë, por ne nuk kemi përjashtuar as një emër. As Vjosa Osmani? Jo, absolutisht. Vesh mund të lidhë që tu se na kemi një deklarat presidentës në atë intervistën që ishte të Qin Peka, në të cilën e flet me sigurit plot që votat kanë qenë për ta. I ka pas mbi 80 vota. Po supozoj që kanë nënkuptu votat e LDK-s, sepse na Partinë Demokratike kemi kështu të shprehur publikisht që nuk e votojnë Vjosa Osmani. Pra, çka po ndodhet, si mund me pas sigurinë zonja Osmani nëse ju nuk e keni diskutu këtë emër në grupin tuaj parlamentar? Jo, unë mendoj që tash për sigurinë e presidentës, ajo flet vetë, edhe ajo e ka pas atë indikacion. Ne vërtet, do më dhënë, nuk e kemi diskutuar, do më dhënë, nuk ka qenë diçka zyrtare në të cilën kemi folë. Ka pasur kontakte të deputetëve të LDK-s, të disave, ka pasur diskutime të përgjithshme nga ana jonë, por absolutisht jo një diskutim zyrtar.